Familja Kozhani, e cila nga lufta migroi në Kanada, ku kishte ndërtuar edhe jetën familjare e biznesore, ka vendosur që këtyre ditëve të organizojë një aheng familjar në Ferizaj. Por 2.000 euro nga mjetet e planifikuara për dasmë, kjo familje ka ndarë për të ndihmuar familje me gjendje të rëndë sociale. Ardian Kozhani thotë se nga të gjitha ato shpenzime që do të bëj për martesën e vëllaut, e ka parë të arsyeshme që një pjesë të shkojë edhe për gëzimin e familjeve të varfra. Ka qenë ide e familjes Kozhani për arsyeja kryesore, arsyeja më e madhe për këtë gëzim, ta quaj gëzimi i fundit familjar sepse është vllau më i vogël. Ideja kryesore ka qenë që edhe ne të jemi pjesë e jetës qytetarëve këtu, mos t'i harrojmë traditat e tona, për ata dhe kemi vendosur dasmën ta bëjmë këtu, që fëmijët e tonë mos të harrojnë kulturën edhe traditën që e kemi. Na ka dhënë Allahu mundësinë që në kanal të kemi disa kushte, na edhe që ta ndojmë këtë gëzim me familjet e varfra këtu, edhe shpresoj vetëm shëndetit na vazhdon gjithëve. Familja Kozhani ndihmat prej nga 200 euro për 10 familjet skamnore i ndau sot në ambientet e qendrës për punë sociale në Ferizaj. Drejtori i kësaj qendre, Shoqëri Mehmeti, thotë se kjo ndihmë do të jetë e mirëseardhur për këto familje të përfshira në skemat sociale. Është një ndihmë për shkak se është thash një numër i madh, për shkak se ju e dini se për me mbajt një familje, për shembull 5 anëtarëve, 6 anëtarëve kërkohet mjete edhe fëmijët kërkojnë mjete edhe për shkollim, edhe për veshmbathje, për ushqim. Kështu që është një ndihmë e madhe, sado kudo është një ndihmë, një mesatare e tarëna personale që është mbujore në Kosovë, domethënë. Ndërkaq familjet që morën ndihmë në të holla u shprehën shumë në mirënjohëse. Shumica prej tyre janë nëna vetushkyese të cilat fejnë për një jetë të vështirë në shtëpitë e huaja. Jetoj me fëmijë me jetim. Edhe këtë vogël i ka marrë u basë di që shpëmoj me ju dalë krah. Po faleminderit edhe juve që më keni për krah, bile pak diçka. Se që 5-6 vjetë burri mund ka dekja me qëta fëmijë. Djallin e madhe kam, pa janë i dalë. Ndihmë sociale, ti tërkun kërkajqë. Me qëto jetojnë. Sa fëmijë ki? Kam 3 fëmijë. Po shurti se kam pek. Do me thonë nëse të marrën e tashtë një hargjë dishka, nuk marrë dhe komedica, se do të me marrë millë, me bo men hajën që është kështu, do me thonë, makarona, orezi kësisene, zejtini kësisene, shkam vynë, do me thonë, keq ato i marrë. Nga në tjetër, Zarafet Egashi, antare e familjes Kozhani, tha se me kuadrët e kujdesit social që kanë dashur të tregojnë me këtë rast, do të ndihmojnë edhe 14 familje të tjera me gjendje të rënde sociale, por që të holla do të jepen nga vetë çifti i ri pas martesës.